Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të bëjmë bashkë ndoshta recetën më të veçantë të petullave. Quhen petulla kineze, por para se të fillojmë nga puna, ju ftoj të bëni subscribe në kanalin tim nëse jeni të rinj, sepse postoj shumë receta të reja gjatë gjithë javës dhe do të kënaqemi bashkë. Përveç se janë shumë të mira, shumë të bukura për t'u parë, shumë të shijshme, i mira këtyre petullave është se mund ta bëni brumin që në darkë, ta lini mbi banak dhe të nesërmen, për shembull kur keni fëmijët pushim apo keni miq, mund ta përgatisni fare rehat, nuk ka nevojë të ngjeshën. Na duhet si fillim vetëm 500 gram mije dhe ju ftoj të komentoni nga cili vend i botës, Shqipërisë apo trojeve shqiptare po na ndiqni. Përziejmë të gjithë përbërësit e thatë në një tas. Ku kemi mirën do të shtojmë 8 gram sheqer, nuk janë petulla të ëmbla, por e duan edhe sheqerin. 8 gram krip, 8 gram fryrës keku. Kujdes, se ka dallim, dhe 4 gram sot buke, pra janë të dyja të ndryshme. Të gjithë përbërësit e ngurtë do i përziejmë dhe do të bashkojmë përbërësit e lëngshëm. Tani do të bëjmë bashkë të gjithë përbërësit e lëngshëm. Na duhet 280 gram ujë, 20 gram vaj ulliri dhe një vezë. Ka një formë karakteristike petulle që nuk e kemi bërë asnjëherë. Kam përzier vezën, ujin dhe vajin e ullirit bashkë derisa na krijohet një masë homogjene dhe të gjithë masën e përftuar do ta shtojmë tek mielli. E shtojmë të gjithë masën e përftuar dhe unë si fillim pa punoj pak me pirun, pastaj do punoj me duar, meqense është brum që nuk do që të ngjeshet shumë. Do na dal një brum disi fort. E mbledhim pak me duar, sa të krijohet masa homogjene, por pastaj pasi të bëjmë brumin nuk do ta ngjeshim, pra, siç e thash. Brumin e kemi gati dhe nëse brumi ju del pak i butë, mos keni frikë që t'i shtoni edhe pak miell, duhet brum elastik dhe jo ngjitës nëpër duar. Tani, për ta patur më lehtë, unë do e fus te ky tasi me kapak dhe çfarë do të bëjmë ne, do e lëm këtu. Do e lëm si fillim 30 minuta pushim dhe pas 30 minutash do të bëjmë këtë gjën kështu. Thjesht do e kapim brumin, do e tërheqim dhe do e mbledhim pak rreth vetes. Kjo do krijoj më shumë ajër dhe do ta bëj brumin edhe më të butë. Shumë pak. Këtë do ta bëjmë për 3 herë. Do e vendosim kapakun dhe mbasi e kemi ngjeshur 3 herë në këtë mënyrë, do e lëm të pushojmë mbi banak për të gjithë natën ose për të paktën mbi 5 orë. Hera e tretë e palosjes, desha t'ju tregoj se si është bërë brumi në këto momente, është bërë komplet i lëmuar. Unë do e palos edhe një herë dhe kështu do e lë gjithë natën dhe kam gati për nesër. E kam lënë këtu mbi banak dhe nesër e kam gati para se të zgjon fëmijët, do të vinë në kuzhinë dhe do të bëj petullat dhe kështu do përfundoj të videon për ju. Ku jemi në ditën e dytë, brumin e kemi gati, super elastik dhe tani do të hapim dhe do të skuqim petullat. Kam vënë vajin që të ngrohet mirë dhe do të hapim shpejt petullat, ulim temperaturën në mesatare. Do të pudrosim mirë me miell që mos na ngjis. Do të mundohemi ta hapim brumin në formë drejt këmbore. Nuk do hapim shumë. Shikoni brumin që tani ka filluar të formoj pulsa të vogla në sipërfaqe.
Do mundohemi që me brumin të formojmë drejt këndësha të vegjël. Ja, kështu. Dhe tani drejt këndëshat që kemi formuar, do i bashkojmë dyshe. Dhe me një shkop të hollë do i shtypim kështu në mes. Të njëjtën gjë do të bëjmë me gjithë. Bashkuar që formuam, e kemi gati për skuqe, thjesht do e zgjasim pak kështu dhe do e kalojmë në tigan. Dhe shikoni çfarë fryrje kam formuar. Fryen një herë sa po i kalon në tigan. Super fryrja. Thash që petullat si këto s'kemi provuar ndonjëherë, shikoni se si janë bërë, janë super të fryra. Vetëm kujdesuni që nxehtësia mos jetë e lartë, jetë nxehtësi shumë e ulët që të piqen ngadalë, sepse kjo pjesa ku ngjitet mund të mbeten të papjekura. Dhe tani hajde t'i shohim dhe në brendësi si duken, janë shumë të fryra, krokante nga jashtë, të buta dhe përplot në pore në brendësi. Shikoni. Ju bëf të mirë nëse i provoni, dhe nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re.